إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد vazhdojmë hadithin e radhës të kapitullit 19 të librit të Tauhidit të Sahihut Buhariut, ku tham e ka emërtu bab qaulillahi ta'ala lima khalaqtu bi yadayya. Kapitulli fjalët e Allahut fuqiplot atë çka kam kriju me duart e mia. Vetëm të cilë se dia kom sek një herë të ju këto emërtimet kapitujve i ka bo vetë Buhariu. Elhamdulillah ka dalë edhe është ai përkthimi muslimit, do del edhe inshallah nuk vanohet edhe tjetri, gjithashtu i muslimit. Edhe keni me has aty në titull të kapitujve, po këto nuk janë të muslimit. Nuk e ka bo, nuk ka vendos titull të kapitujve. Komentatorët ma vonë ata vetë e kanë qitë. Ndërsa Buhariu, edhe kjo është medhebi Buhariut. Me këtë titull, me ato fjalë e ka treku medhebin e vetë. Edhe lartëpamësinë e vetë, mendeprecsinë e vetë, që erdhëm, thamë, që po kryet edhe kapitullin 19, krejt janë këto me argumente, me ajete, me hadithe, ju jep përgjigje edhe i demanton, edhe i demaskon, krejt ato drejtime devijume në akide. Qoftë pjesërisht nuk i besojnë, qoftë tërësisht nuk i besojnë, vetit Allah subhanahu wa ta'ala, edhe emrat më të bukur të Allahut. Pra këtu, edhe në fillim kena të cek, shto e qartër se me këtë kapitull të regon Buhariu rahimullah për vetin Allahut durt e ti, dy durt e ti. E fundit kanë me kuptim të njëjtë dy hadithe nga Abdullah ibn Omeri edhe Ebu Hurejra radhiyallahu anhuma. Inna Allah yaqbidu yawm al-qiyamati al-ard wa takunu samawati bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik. Në ditën e gjykimit, jom në qiyame, po dita e ngritjes, dita e kiametit, pe kuptojmë fjallën kiamet, pra ringjallja. Toka edhe tokën e kap Allahu. Ndërsa o tekun semat bi yaminihi, që do të jenë në të djathtën e tij, subhanahu wa ta'ala. Dhe do të thot ene el melik, unë jam mbret. Ka transmitime ene el muluku l'ard, ene el gjebarin, ene el mutekebbirin, ku janë mbretnit e tokës, ku janë atë arrogant, me ndemdhenj, me kibër. Edhe tjetri, vetëm shkurt, yaqbidu Allahu l'ard, Allahu e kap tokën. Shumë e qartë, njerë me qka kap? Me dorë. E kap tokën, pra me dorë e kap. E tash vjen hadithin nga Abdullah ibn Mesudi, edhe muslimi transmeton edhe të tjerët, thot Abdullah ibn Mesudi, ene jehudijen gja ila nabi alayhi salatu wassalam, fe kal, erdhni jehudi të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa të muslimi, gja e habrun min el jehud, ila Resulillahi sallallahu alaihi wasallam. Erdhë një rabin, pra një djetari tyre jahudive të Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe po thot ja Muhammed eu ja Ebul Qasim, ose ka thonë Muhammed ose Ebul Qasim, po te Buhariu është Ebul Qasim,
Kështu e kanë thirrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam jahudit, në emër të djalit vetë, edhe fëmijës të parë ato e ka pas fëmijën e parë dhe djali i parë. Edhe ka vdek. Inna Allah Ta'ala yumsiku samawati yawm al-qiyamati ala isba'in. Edhe vazhdon. Pra, habër. Në pyetje ka qenë një dietar e jahudive. Ja Muhammed, po Allah dhe të buahru të ka Muhammed. Ja Muhammed, inna Allah yumsiku samawati ala isba'in, wal ardina ala isba'in, wal jibala ala isba'in, wal shajara ala isba'in, wal khalaiqa ala isba'in. O Muhammed, me të vërtet Allahu lartë madhruar e kap ose e vendos yumsik e shtrëngon qiejt në një gisht, tokën në një gisht, wal gjibal ala malet në një gisht, drut në një gisht, edhe krisa tjera në një gisht. Pra pas i ka numru. Pastaj thot, enel melik, unë jam mbret. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه edhe qeshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa edhe thëmbot ju kanë duk. Edhe e citoj ajetin وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطفيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ata nuk e kanë vlerësu Allahun si duhet, nuk e kanë dhonë hakun Allahut, nuk kanë të ditë kush është Allahu. Ma qadrullah haqqa qadri. Nuk kanë të ditë njerëzit kush është Allahu. Shur, mas mirë të kush e ka njoftë Allahun? Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ana alemu billah wa atqakum lahu. Unë maj ditur ata tre sahabët që kanë qenë për dinin. Çdo natë kom u falë, i dyti çdo ditë kom agjëru, i tretë kom u martu. Unë mas mirë të një Allahun edhe unë mas shumë të ja kom frikë Allahun. Pra, një ibadet s'muni më shty me muju. Sa bëju një ibadet, ju s'muni me bo. E pra unë edhe falën pa dhe flaj. Gjithë natën kur se ka kalu namaz. Kuptohet me përjashtim 10 që fundit, Ramazan. Agjëroj pa dhe ha, jo çdo ditë, ma agjëru. Edhe martona. Ka një tjetër hadith, pra ma i ditur unë jam. Unë mas mirë të njoh Allahun. Për shkak mas shumë të aje ka desht Allahun. E mas mirë të njoh aje Allahun. Edhe plus se ka njohëri ka pas, të cilë njohëria ka dhunë Allah vetëm atina. E u ta'lemune ma alemu. Po të kishtë ditë ju, unë e qka di. Le dahiktum qalila, o le bekejtum këthira. Pak kishit kesh, shumë kishit kajt. Pra ka një lloj dije, cilën njerëzit tjerë s'kan mujtë me bajt ato. Dije pak ma e thellë. Pa dyshim për Allahun. E ka njoftë Allahun, e ka ditë kush është Allahu. Qenën e ti, ma shumë ti o thellu në njohje. Për shkak edhe ma shumë të është koncentru. E njerëzit tjerë nuk e njohin Allahun si duhet, nuk e japin hakun Allahut, nuk e din fuqinë Allahut. Vlerë me thelul ala, Allahut i takon shembull më i lartë. A ke ai mreti para u përhap, që po thonë tash, u bo trend me thonë, viral u bo. Ai mreti i Tajlandës. Edhe për para ka qenë, po se di sa keni vrit, sa keni lexu. Kur kanë hyrë mbretnin për para, është dashur me unë shikimin mos me këshyr, s'kan guxohet me këshyr, kush jeti me këshyr mu. Ai në front nalt. Po ky tash ka kish bo, edhe gruaja vet kur u martu, zhoga s'ka më shku deri te ai. Tjerë, mbretnin tjerë me kokë tulur. Vesh pak të tregoj një gjallë, ka qenë kom haru cili prej selefit, kur ka qenë këta mutezilit. Jo më vërtet, nuk ka qenë ajmë do këtë musliman heq. Edhe para mretri jo më përkull.
ai përdin se muslimat nuk përkulen. Dhe ka thënë një dietar, po ka shku në dhomë dhe ka thonë me mandreq derën, ma të shkurt gjatësin me shkurtu që ai jo për mu, po ble për me hi, s'ka qare po për kull, se nuk e nëzën dera. Dhe kur kartë të dera ka marrë vesh, u këthy për mrapa. S'ka hy me ftyrë për para, po për mrapa, dhe me prapanicë një ka qitë atinë. Edhe, shtu të Allahu, kur dalin njerëzit, atër e shohin edhe njohin Allahun gjenetlit, po përgjithsi çdo njeri e merr vesh kush është Allahu. Illa men edhine, atër nuk flet, vetëm kujna jap leje Allahu, s'ka gjithkush me fol, kur don me fol. Realitet kështu duhet jetë, po tash Allah nuk pa imponon atë fuqinë e vet pa përballueshme. Po e olen nerë të njerëzve. Edhe po shumë se, po thot, liria e shprehurit. Për Allahun me fot gjithçka liria e shprehurit. E shprehjes. Audhu billah. Krejt kjo është, ma kadrullah haka kadri. Pra kur I kanë dëgju këto fjalë të ati dietarët jahudive, në gisht qetë, në gisht tokat, në gisht malet, në gisht drut, edhe në gisht krijesa tjera. Ka qesh pejgamberi sallallahu alaihi edhe e ka lexu këtë ajet. Pastaj në fund shton Abdullah ibn Mesudi thot fadahika sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban wa tasdiqan lah. Qeshi pejgamberi sallallahu u mahnit me fjalët e tina, që edhe këta unë qysh po besoj, qysh po di, qysh e kom tregu, edhe ky po e vërteton. Du të tasdikan edhe ja konfirmoj fjalët, të vërteta. A qysh po të të, kë ashtu është. Ka transmetime të dietar tjerë se edhe selefit kur e kanë tregu këtë hadith edhe I kanë ngri dorën edhe me gishta kanë tregu. Kanë fillu për gishtit vogël, pastaj me radhë gishtat. Ibn Huzejme, rahimullah, thot, ma'nahu anna Allah Jalla wa Ala, pra në librin e tij Tauhid, në librin I mirë njohur për Tauhid, me këtë hadith, thot, pra kur e ka regjistru, e ka shënu këtë hadith, pak disa fjalë për këtë hadith, kuptimi, ose që ka marrën vesh për këti hadithi, orse Allahu Jalla wa Ala I shtrëngon, I mkap, ashtu qysh me gisht, ashtu qysh ka tregu kë. E kur kjo, Allahu alem, po thot para se me undru toka, të tërë toka është ajeti kur shkatrime, sepse thot, jo më në kjame, a patëm ajetin, u kapdatu jo më në kjame, ditën e kemi të ta kap. E sa thot, më gisht me pas diçka tjetër, a me kapot me dorë. E prej kësojna, po e krason tash këtë hadith me ajet. Pra, si pas ajetit, kur ka me ndodh ajo kapja, ka me ndodh ditën e gjykimit. Sepse po thot Allahu, ma kadullah ka kadri, wal arda gjemian kabdatu yawmin qiyame. Do ta kap të tërë tokën ditën e gjykimit. E kjo, Allah alem, ka me ndodh para ditës gjykimit, para se më bo shkatrimi. Sepse, po thot, el imsak ala esabi, gajru l'kabd ala shej. Me kap, me marr, me gisht diçka është tjetër, e me kap, me dorë është diçka kapja, me shuplak. Njeri kap me shuplak. Shamull ma I lartë të akon Allah subhanu wa ta'ala. Edhe kjo gjuhësisht kuptohet edhe nuk ka kur farë dyshimi se me këto e vërteton, thot
që Allah subhanahu wa taala i ka dy dur, edhe ato dur kanë edhe gishta. Ka edhe hadithe tjera, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Muslimi transmeton hadithin nga Abdullah ibn Amr, inna al-qulube bani Adem kullaha bayna isba'ain min asabi ar-Rahman. Qulub bani Adem, zemrat e gjithë njerëzve, bejne isbi'ain, janë mes dy gishtave të Allahut. Min asabi, mes dy gishtave prej gishtave të Allahut, të moshirusit, Rahman. Ke kalbin wahid, si me koni zemër, yusarrifuhu haythu yasha, edhe i rrotullon, i drejton ashtu si donaj. Edhe pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. O Allah, rrotulluesi, drejtuesi, ai që jep kohën zemrave, drejtona zemrat, jepja kohën zemrave tona, ty me të bëj ibadet, ty me të respektu, ty me të gjunzu, me të përkull e me të përull. Pra ka bo edhe për veti ka bo, dua pejgamberi alayhi salatu wassalam. Se dhe u tregova bashkë këtu se alhamdulillah Ibn Uthayminit edhe ndëgjoj derset edhe e ka librin, këna tregu se ai nuk është me shkru libra. Po në zonës të ti prej derseve cilat i ka mojt i kanë qitë në libër. Shumë gjona ka çka ka fol e nuk i kanë qitë në libër. Mesira është këtu tash e ndërpret dersin e thot ti ai fali dyre qate qule. Ti po i drejtohet. Çu fali dyre qate mos tani volu. Uthaymin rahimahullah ka pas mendimin se nuk është obligim. E mirë nuk është obligim, çka është? Sunet. A vërtet është obligim, pa kur farë dyshimi, kur i shtyr argumentet, obligim është zbon mund. Po du me thonë që alimat, tash e kanë marë ashtu, sikur se me konë haram me i falë. Nuk po tencohet, sikur tena për me bujt, me kalu natën mina. E mirë, çka është a është harama? Që nuk shkon ti. Nuk është farz, nuk ka farz. E çka është? Si mas teje, sunet. Pse s'pe bëni sunet? Ma ashtu e kanë marë, ashtu e më pozicionu si me konë haram. Edhe këtu, nuk është farz, me falë 2 recate të hijetul mesxhid. E mirë, çka është? Sunet. Pse s'pe falë? Ma përshë, ky mendimin e ka pas se nuk është farz, nuk është obligim. Megjithatë e shtini mu qu mu falë. Mos ul pa i falë 2 recate. Allahu Ekber, shumë ka knaqë. Allahu Ekber. Sukon kismet apo shë. Duhet me fshi. Ma kom pasën rrymare, vargju bateria. Ha? Po.